Në Qendrën për Kulturë në Kërshov u shfaq një ekspozitë e veçantë me rreth 40 fotografi që pasqyrojnë momentet më të rëndësishme nga karriera e legjendës së mundjes dhe kampionit olimpik Shaban Trstena. Ekspozita nëpërmjet fotografive solli kujtimet nga sukseset historike të Trstenës, i cili në lojrat olimpike në vitin 1984 fitoi medaljen e artë, ndërsa në Olimpiadën e vitit 1988 u stolis me medaljen e argjend, duke u bërë një nga sportistët më të suksesshëm shqiptar në arenën ndërkombëtare. Më shumë rreth ekspozitës foli për televizionin Uskana vetë protagonisti i sukseseve të paarritshme deri më tani, kampioni olimpik Shaban Trstena. Po, kjo është një ekspozitë për herë të parë në historinë që bëhet sportiv. Para 2 viteve u bë në Shkup duke festuar 40 vjetorin e medaljen e artë olimpike. Tash kjo është e 4-ta herë që organizohet ekspozita këtu në zemrën e Kërçovës. Këtu skupet që shihni, kjo është një histori e madhe. Një histori që 20 vite u deshke të marrë pjesë në 5 kontinentet e botës. Një shqiptar, një sportist me kushtat e rënda, edhe në kohat më të vështira, që një herë nuk e dërzova. Do me thonë 20 vite pa ndërprer kom qenë në bedestale. Edhe për fat keq, këta do të shteti do të organizon. Po shteti asnjëherë nuk organizoi. As librin, as një iniciativë se ka marrë. Prandaj e mora unë të arsyeshëm që pe vaj vetë. Këtu janë 40 fotografi historike, me emër me bemër, çdo fotografi e ka atë historinë e vetë, atë kampionat olimpike. Shiko, këto janë me 17 vjetë, ku mujt kampiona olimpike, me 17 vjetë. Para mëne, një djalosh i ri, pa kushte, për një familje varur, për një lagje varfër, më rinë në kulmin olimpike. Këto janë emrat e mëdhoj. As s'kum pat palestër sportive, s'kum pat palestra, s'kum tash shqykime moderne. Në çdo fshat, në çdo qytet kemi palestra, kemi kushte ma moderne, por rezultatet mengojnë. 35 vjetë, tregoma një sportist që është bërë sportist i Macedonisë. Hajde, tregoni një. 35 vjetë kalun, i fundit kom qenë unë. 7 herë jam sportisti më i miri i Macedonisë. Kom qenë sportisti i ishtë Jugoslavisë. 2-13 herë jam sportisti të qytetit të Shkupit. Do me thonë, ne jemi shumë brapa mbetur me sukseset sportive. Unë mas 5 vjetëve 6 jam bë kampion evropian. Mas 2 vjetëve jam bë kampion olimpik. Stërvitje. Do me thonë nësë komplet. Duke i falmendru trenerët e mi. Se pata trenerët të mi, Hajror Sinani, legjenda, 20 vjetë. 20 vjetë ka qenë me mu, pa ndërprej. Shi e mborë. 20 vjetë, nuk është 20 vjetë, o zotni. 20 vjetë. Ç'ki njeri ka qenë? Edhe selektorin, Nasim Nasit, që ka qenë atë. Këta janë ato 2, që mos të shikon ata, edhe unë sot nuk të shikon. Do të punë. Edhe ata kanë bërë sakrificë. Pa sakrificë, pa vullnet, pa xhelozi shpirtënore, ama pozitiv. Gjithmonë pozitiv, për qenë më i mire.